Krahas vlerësimit për pjesëmarrjen në bordin e paqes, Departamenti Amerikan i Shtetit u shpreh hapur edhe për një bashkëpunim të radhës me Kosovën. Në njoftimin pas takimit të Marco Rubios me presidentin Osmani, Dash shkroi që presin të kenë raporte të mira me qeverinë e re. Shtetet e Bashkuara mezi presin të punojnë me qeverinë e re të Kosovës, për të quar përpara agjendën tonë të përbashkët të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit ekonomik rajonal. Nga njohës të raporteve ndërkombëtare, ky qëndrim shihet si shumë pozitiv me qeverinë që është në konsolidim me sipër. Është një shaj shumë e mirë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë qenë partneri kryesor i Kosovës, duke që këtë partneritet strategjik, nëse mund të them, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta vazhdojnë edhe me qeverinë e re, sado që zakonisht ky është një farë, nëse mund të them kështu, formulimi që përdoret vazhdimisht pas zgjedhjeve. Kjo hapje për bashkëpunim shihet edhe si mundësi për një pikë kthese pas dallimeve që kishte qeveria në mandatin e kaluar. Deklarata State Departamentit rithekson edhe një herë qëndrimin e shëndosh të SBA-ve karshi Republikës Kosovës, pavarësisht që viteve të fundit këto raporte kanë lënë shumë për të dëshiruar, mirëpo në takimin e fundit të sekretarit Marco Rubio me presidentin Osmani tregon që vendi ynë shihet si një partner strategjik në Ballkanin Perëndimor, gjë të cilën e kanë ritheksuar edhe me vullnetin e tyre për të bashkëpunuar me qeverinë e re. Si rezultat i pjesëmarrjes në bordin e paqes, Kosova do të kontribuojë edhe me ushtarë të FSK-s, cilë do t'i bashkohen forcës ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza.